A është realiste kjo ide, domethënë, mbështetet vetëm tek situata aktuale, pra ku mbështetet? Koha do ta vërtetoj këtë që po them, edhe do të jetë shumë afër këtë ditë, jo shumë e largët. Por krahas kësaj ne shohim që çifutët në vendet tona në Ballkan, çifutët kanë bler toka, kanë bler pasuritë patunshme, madje edhe pallatet që ne shohim, unë dyshoj shumë se ato pallate nuk janë bërë për shqiptarët. Po dikur u fol para disa muajsh që mund të ishin bërë për palestinezët. Ashtu është folur, por në të vërtetë asnjëherë se ka përmendur kryeministri shqiptar nuk ka përmendur palestinezët duke i thënë që kjo është shtëpia juaj e dytë, por ka thënë që kjo është shtëpia juaj e dytë për izraelitët. Dhe nga ana tjetër, ata që i kanë blerë këto tokë, ata që i kanë blerë këto prona, nuk janë palestinezët, por janë çifutët, ata janë kompani izraelite. Dhe më e keqja ku është, domethënë në këtë çështje, që ekziston një dokument i tillë, në fakt një raport i shkruar nga një gazetar diku rreth viteve 1936, nëse s'ka bëj, të cilët ata e zgjidhnin ose e preferonin Shqipërinë si vendin në të cilin ata mund të vendoseshin nesër. Pra në një kohë tjetër ata të vendoseshin në Shqipëri. Plani B. Sepse pse pikërisht Shqipëria do? Sepse ata nuk mund, ata duan një shtet ose një zonë, një territor i cili ka kapacitetin të mbajë ata. Pra mos jetë shumë e madhe, sepse ata nuk janë shumë popull, ketë një kapacitet vogël, mos ketë shumë histori, mos ketë shumë lidhje me histori, shumë rrojt thella në histori. Ata për shembull nuk mund ta bëjnë këtë gjë me francezët, për shembull, që të përzejnë një cop tokë francezët ja marrin ose gjermanëve, sepse janë shtete që kanë bazament shumë të fuqishëm në qoftë edhe në histori, por qoftë edhe në politik. Dhe vinë tek shtetet vogla, si puna e shtetit shqiptar, si puna e shtetit Kosovës, e këtyre shteteve ballkanike, të cilat gjithmonë i kanë pasur rrojët e dobta poshtë dhe me politikat që kanë bërë në kohët e fundit, le të themi këto 10 vjet e fundit, por edhe më përpara, kanë qenë politikat e përzënies popullit shqiptar. Dhe interesant, unë edhe kam shkruar këtë pjesë, interesant gjuha e Edi Ramës me shqiptarët dhe gjuha e Edi Ramës në Izrael. Ndërkohë që shqiptarëve i thotë në fushatën e tij elektorale thotë që do t'ju bëjmë pasaportat europiane, pra që ju t'ikni ku doni. Ndërkohë izraelitëve i thotë Shqipëria është shtëpia juaj e dytë. A kupton ku është mesazhi këtu në këtë mes, ku si mund të lexosh në mes dy këtyre mesazheve? Ne si shqiptar po do të na përzej, ikni thotë, largohuni. Dhe nga ana tjetër domethënë të hecën sipas asaj agjendës që izraelitët të vinë në Shqipëri, të ndrojë komsinë domethënë. Nëse do të vazhdoni këtë ide, vendosja e tyre mund të ishte në një territor të caktuar apo në gjithë zonë? Ata nuk do të ndodhin në diçka e tillë, domethënë nuk ka për të ndodhur sepse ato do të absorbohen rrugës, domethënë plus si mendoj tash Zoti e di se si do ndodhe pjesë, por ata duhet të kalojnë përpara në Turqi dhe do të jetë Turqia që do t'ia gjejë hallin aty. Unë mendoj shumë që izraelitët do përballen përpara me Turqinë. Këtu domethënë në Turqi e kanë fjalën, edhe Turqia do të merret me ta pastaj kur e kanë fjalën do të merret e kanë fjalën në kujdes ta me kuptimin e parë të fjalës. Pra do të merret me kujdestarinë e tyre. Kurse projekti plani B ndjes, plani B Shqipëria bëhet pa bekimin e Turqisë? Po vëlla nuk bëhet nuk bëhet ky lloj projekti izraelit, ky projekt zionist nuk bëhet në Shqipëri. Jo vetëm në Shqipëri, por në Ballkan, përgjithsisht unë nuk e shoh se do të bëhet. Pse nuk e shoh? Sepse le të themi që Ballkani është influencë turke. Dhe për këtë është investuar fuqishëm